Tregom çka mendon për temën, cili nga këta këngëtarë meriton të paguhet për këndim live? Shumë të mirë i keni qitë këngëtorët, shumë janë opcionet për qëtë temin, po ka Shëretja dhe Mahmuti, pra nuk janë opcion, Shkurt e Goshit a kolla atmosferën. Shkurt e Gosh, a ke rastisti tek Shkurt e Goshin në një dosëm? Jo, gjysha nuk ka mujtë kërkon, se janë qashtu invalideve Shkurt e Goshin e preferoj për këtyne, për mas Shëretje edhe Mahmutit, vjen Shkurta. Okej, po do me thonë Shëretja dhe Mahmuti për ty janë matë preferume. Po tregom. Vëllaj matë preferunit edhe më zdek se për taku Shëretën live. O, zot, shpreson që kemi taku. Gjyshe, po tregom sa për shembull, nëse kishe pas shumë, s'kishe ditë ka milion pare që thojnë, sa kishe pas dëshirë, sa kishe pas qefte me alon bakshish Shëretë Belulit. A Shëretë në tha, po se po harroj? Po, ja, Shëretë. Po, një mjera më s'mu këshin dhënë për të asë pasha një pikë një fletë e dushkë. Po dhe Shkurtës 500 që ja kisha dho 5 dinar që kisha dhonë. Mirë shumë, gjysha,